tjetër. Asgjë më e qartë nuk është asë në kuvendin e Kosovës, po vazhdojmë të kemi një migull sepse është thirrur në orën 22 një seancë pra në fund të kësaj seance plenare. Kryetari i kuvendit Albulena Haxhiu njoftoi se është e thirrur një seancë në orën 22, megjithatë nuk dihet se cila është arsyeja e kësaj, e çka u votua pas 14 viteve, do të vazhdojë të mbetë edhe akoma në sirtar të paktën edhe përsonte votimi i amandamenteve për ndryshimin e votimit të presidentit. Momentalisht seanca në kuvendin e Kosovës gjithë zakonisht është, megjithatë vlen të përcaktohet, nuk e dim akoma se cila është qëllimi i seancës së thirrur nga Albulena Haxhiu në orën 22. Po. Zeça ka mundësi që të thirret një seancë për të votuar presidentin, se këtu e kemi një varë dileme. Nuk kam informacion zyrtar, por që ajo që ka dihet është që nuk do të thirret për të njëjtën arsye, pra mund të jetë një opsion i mundshëm edhe votimi i presidentes, ende nuk ka asgjë zyrtare nëse presidentëritë të Republikës së Kosovës, por asgjë zyrtare nuk ka deri më tani. Okej, Zeç, faleminderit.